أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, te falenderojmë prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë salavatet që përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, ju përshëndesim edhe një herë me fjalën më të bukur islame, Selamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun Azza wa Jalla që Allahu subhanahu wa taala këtë mejlis inshallah ta ban mejlis të magfiretit dhe të rahmetit nga ana Allahu Gjelle fi ula. Të nderuar vëllezër, inshallah kjo është vazhdimsi e temës e cila e nisëm lidhje me llojet e zemrave, të cilat folëm dersën e kaluar, ndërsa tash inshallah taala do të jemi pranë dersit në vazhdim ilajul qulub. Pra athu vall shërimi i zemrave. Tariqun nuri wal hidaye. Shërimi i zemrave është rruga e dritës dhe udhëzimit. Cilit janë athu pikat të cilët duhet të ndërmerr një besimtar në mënyrë që të arrijnë ta përmirëson dhe ta shëron zemrën e tij. Parën e kanë llogaritur dietarët, e kanë numëruar apo e kanë renditur el ikhlas, sinqeriteti. Sinqeriteti, të nderuar vëllezër, është prej veprave të zemrës. Do të thonë, çdo gjymtyri ka veprat e veta, apo? Edhe zemra i ka veprat e saj. Ndër veprat më të vlefshme të zemrës është sinqeriteti. Jawharul a'mali wa miftahul qabul. Ajo është palca dhe thelbi i veprave, edhe çelësi i pranimit të veprave. Sinqeriteti. Huwa tawjihu an-niyya wal ibadata lillahi wahda. Ajo është drejtimi i qëllimeve tona dhe veprave tona të adhurimeve vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Duna riya aw sum'a. Pa riya, pa sifaqësi në to. Thot Allah Azza wa Jall: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Dhe nuk jeni urdhëruar tjetër vetëm se të adhuroni Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet. Tamam? Cilët janë athu vallë frytet e sinqeritetit të nderuar vëllezër? Qabul al-a'mal. Ndër frytet më kryesore të sinqeritetit është se ajo është shkak që veprat e tona pra të pranohen te Allahu subhanahu wa taala. Vepra i ka dy kushte për të pranuar te Allahu xhelle xhelalu. Me qenë sinqert dhe me konë si pas metodës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse njëna prej tyre nuk plotësohet, pra vepra është mërdud, është e refuzuar. Vepra është e refuzuar. A pse puna e sinqeritetit, elementi i sinqeritetit në zemrat e tona, vepra e sinqeritetit në zemrat e tona, është kyç i nderuar për me hyrë në xhennet. Është kyç për të pranuar veprat e Allahut subhanahu wa taala. Ka thonë e dyta prej fryteve të sinqeritetit gjithashtu është nur fil qalb, dritë në zemra. Yuhtada bihi fi dhulumatil haya. Nëpërmes këtij nuri, besimtari thot ndriçohet në rrugën e dunjos. Në rrugën e dunjos. E treta është rahatun nafsiyye, qetësi shpirtërore. El bu'du an at-tadhahur wa takalluf. Të larguarit nga paraqitja. Dhe me thonë mu paraqit, diçka kuton nga ajo çka nuk je në realitet mrena, me qëllim dhe me nijet. Jedhen billah. E njeriu kur jeton i sinqert në këtë dunjon, fillimisht me Allahun xhelle xhelalu, pastaj me njerëzit çka e rrethojnë, duke filluar nga rrethi i ngushtë me familjen e tij, pastaj me shokët, me shoqërinë, është i sinqert, më të vërtet ai jeton me një zemër të qetë. Jeton i qetë, rahat.
Ndërsa subhanallah kupton të jetuarit për njerëz kupton dhe paraqitja në diçka tjetër, kjo njeriu e lodh shpirtnisht. Vazhdimisht ai duhet të jetë gati kupton që të paraqitet dhe gjon metoda e jedhën bila që të paraqitet diçka tjetër, ndërsa nuk ka më mirë se sa të jeshe në realitet original ashtu siç je me Allahun, siç je domethën mas hyjet njerëzve të jesh edhe mes në njerëzve. Ta'ammul, el-ikhlasu sirrun bejnë el-abdi u rabbi. Sinceriteti është një sekret mes robit dhe Allahu Gjelle fi ula. është një sekret. La ja'lemuhu melekun fe jektube. Nuk e din as melaqet e Allahut Azza wa Jall që ta shënojnë. Para me do me lajket e Allahu Gjelle Gjelalu, kiramun katibin, që e shënojnë veprat. Tamam? Që këto janë adekuat, janë për qëtë punë, vetëm për veprat e robëve të Allahut Azza wa Jall mi shënu, thot nuk e din niyetin e robit. Ato e shënojnë vetëm veprën edhe fjalën që ka e thot edhe që ka e ban aj. Vetëm këtë. Dërsa niyetin vetëm Allah Azza wa Jall i din. Ka thënë wala shejtan fe yufside, as shejtani si din thot niyetet që t'ja prish niyetin robit. Jedhen billah. Pra sinceriteti, një element kyç për të përmirësuar besimtari zemrën e tij. E dyta është at-taubetun nasuh. Pendimi i sinqert ndaj Allahut Gjelle fi ula. Bidajetun jadida wa safhatun bayda. Një fillim i ri me Allahun Gjelle fi ula dhe një faqe të bardhë. Një faqe tjetër me Allahun Gjelle fi ula. Çka është taubetun nasuh? Hiya al-audatu as-sadiqa ila Allah. Është një kthim i sinqert te Allahu Azza wa Jall. Ha? Njeri është gjunaqar. Tamam? Ashtu Allah Azza wa Jall na ka kriju si qenje në esencë, si jemi pra me lajk. Tamam? Na jemi njerëz, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ibn adam khata. Çdo biri Adem është gabimtar. Do të thonë esenca e juaj jeni gabimtar. Mirë, po ka dallimi dhe gara e juve. Gara e juve jo që të banu ju me lajke, jo që të banu ju të pagabushëm. Gara e juve, gara njerëzdore është që ju të kthenu te Allahu Azza wa Jall sa më shpejt pas gabimit. Ha? Wa khairul khata'in tawwabun. Dhe më i miri prej juve është ai i cili pendohet, ai i cili kthehet shpejt te Allahu Gjelle fi ula. Pra, çka është taubetun nasuh? Është el-audatu as-sadiqa ila Allah, mu kthit te Allah Azza wa Jall me një kthim të sinqert. Ma nedemi ala dhanb, me keqardhje ndaj mëkatit çka ka bën. Tamam? Wal azmu ala adami al-auda, edhe me bën niyet pra që mos kthehet më në atë mëkat asnjëherë. Niyeti është që të kthesh te Allahu dhe të vjen keq nga mëkatimi dhe bërja e niyetit që mos të kthehesh më në te asnjëherë. Apo Allah Azza wa Jall çka tha në Kur'anin e Kerim? Ja ju alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju të cilët keni besuar, pendohuni te Allahu Azza wa Jall me një pendim të sinqert. Tamam? Siç e kina na edhe tregimin e kujna Fudail ibn Iyad. Kush e kon kias? Ki fillimisht të nderuar ka qenë kupton një qati u tariq. Çka është qati u tariq? Pra një vjedhës i rrugës, një bandit i rrugëve pra. Ka gjejt rrugës me bondën e vet i ka plaçkit. Udhëtarët pra. Tamam? Jedhen billah, i rrezikshëm. Derisa buton edhe shtëpitë e fshatrave dhe vendeve aty pari nuk i kalon të qetë, ka hinjë dhe ka vjedhna për shtëpia. Tamam? Derisa një ditë prej ditëve të nderuar vëllezër, duke kthy thot në obor një shtëpie, e ndëgjoj pra njerin duke lezu fjallën e Allahut, Kur'anin e Kerim pra. Edhe e lexon të ajetin e surës El-Hadid, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. As ka ardhur koha që zemrat e tona të dridhen kur përmendet Allahu Gjelle fi ula. Ky ajet sikur shigjej të goditi zemrën e tij. Subhanallah, Fudail ibn Iyad. Edhe unal, sikur ishte duke kthyer unal në mur. E tha, po ja Rab, erdh koha tash. Po ja Rab, erdh koha tash. Edhe u pendu, wa baka, wa tab, wa asbaha min kibari az-zuhad wal ulama. Derisa thot u pendu, qajti për Allahun Gjelle fi ula, edhe roki rrugën e diturisë,
derisa u bon nga asketët edhe ulemat dietarët e kohës së tij. Pra dhe sot kemi akuton, ku thojmë na ka thonë Fudail ibn Iyadi, ka thonë Fudail ibn Iyadi, fjalët e tij të urta. Tamam, subhanallah, prej një gjendje sikur nata, në një gjendje sikur dita. Këshire që ka të banë pendimit të nderuar vëllezër. La ilaha illallah. Për ata pendohnu të nderuar vëllezër natë edhe ditë. Se nuk e dim na se në cilën ditë dhe në cilën moment na muj mu kthite Allahu xhalla fi ula. Për ata ai i cili është i rregullt në pendim, wallahi Allahu ka më mundsu e mu pendu pastaj me e marrë tek ai. Për ata bajne vepër ditore, vepër të rregullt pendimin te Allahu subhanahu wa taala. Pendimi është i përgjithshëm çka njeriu e kupton në mbrëmje dhe në sabah pendohet për natën dhe në mbrëmje pendohet për veprimet e ditës. Përgjithshëm ato çka i di dhe ato çka s'e di. Dhe pendimi bëhet për një punë të veçantë, një gjuna të veçantë çka e ke bërë. Tamam? Quhet njeriu pastrohet dhe i fal dy rekat dhe vetmohet me Allahun xhalla fi ula dhe i kërkon që Allahu xhalla xhelaluhu t'ia fal për atë mëkat. Kjo është elementi i dytë që të ndihmon që ta përmirësosh zemrën. E treta, dhikrullahi azza wa jall. Përmendja Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Ghidha'u ar-ruhi wal balsmati al-juruh. Kjo është ushqimi i shpirtit, tamam, dhe shëruesi i kujna i plagëve të mëkateve. A thu vallë përmendja Allahut çfarë gjurmë le tek zemra e besimtarit? At-tama'nina, jep qetësi. Allah azza wa jalla thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Më të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Më të vërtet me përmendjen e Allahut xhalla xhelaluhu qetësohen zemrat. Zemrat janë krijesat e Allahut xhalla fi ula. Wallahi, thumma wallahi, nuk qetësohet shpirti i njeriut dhe zemra e njeriut vetëm se me përmendjen e krijuesit. Me përmendjen e krijuesit. Pse a thu vallë sot zemrat e njerëzve në përgjithësi janë kohën për vrasësi? Po shka ka buton lidhjes së tyre me çka? Me elementet e dunjas. Me dijet, me material. Sa ma shumë që të zhyt mine materializëm, material, dunjas, aq ma shumë ngurësot zemra. Sa ma shumë që përmendet Allahu xhalla fi ula dhe lidhet me ahiret, çaq ma shumë qetësohet zemrat e tona, edhe bëhen të buta. Wallahi bëhen të buta. E dyta, përmendja Allah çka na jep qetësi. E dyta çka na jep, tardu shejtan. Largimin e shejtanit nga zemrat e tona. Largimin e shejtanit nga kokat e tona. Nëse e shef vetvete se po bën zhvezës diçka, tamam? Dhe nuk po qetësohesh diçka, a ka ilaç më të mirë se besimtari tulet dhe të përmendë Allahun xhalla fi ula? Përmendja më e mirë e Allahut azza wa jalla, lezimi i Kur'anit Kerimit, lezimi i fjalës së tij. Besimtari me vete e ka namazin, me vete e ka fjalën e Allahut xhalla xhelalu, me vete e ka përmendjen e Allahut xhalla fi ula, nurin në zemrën e tij, edhe ai ankohet hala se s'di çka kam. La hawla wala quwata illa billah. La hawla wala quwata illa billah. Kjo është sikur një njeri i cili jeton në rrethin mesin e ujit, krojneve, lumejve të bukur, zhurmës e ujit, njëjtën kohë. Edhe ai thotë unë jam esht, s'di çka të bëj, si me shiu këtë eshtje. Subhanallah. Pra ajo shifat se dhe me thonë, ai ose nuk e din vlerën e saj, ose ka arrit përtacia deri në shkallësa që nuk ka mundësi, ai të afrohet deri te ujë dhe të shun etje. E njëjta është. Besimtari apo kupton ankohet sot duke pas Kur'anin Kerimin në dorë të tij, ku telefonat e tonë rrinë në përdor vazhdimisht. Kurse elhamdulillah Allah na e ka lehtësuar aplikacione të ndryshme apo kupton, të dhikreve apo kupton, lezimit Kur'anit Kerimit, të ligjëratave të ndryshme, tematikave të ndryshme, për çka ti ndoshta ankohesh edhe vazhdimisht apo kupton thu vallë ku dëgjoj një përgjigje. Tamam? E treta të ndëruar vëllezër është ziyadatul iman.
përmendja e Allahut ta shton imanin. Ta shton imanin, yuqawwi silatu billah, i forcon lidhjet me Allahun xhalla fi ula. E kur ta forcon imanin të nderuar, atëherë je i fuqishëm. Je i fuqishëm. Anwa'u dhikr, cilët janë llojet e dhikrit që thu vallna që duhet mi bën? E para është istighfari, me bën istighfar sa më shumë. Sidomos në këtë kohë. Çka kupton shisat e tona të ndëgjuarit, shikuarit, gjunjët e tona e kështu me radhë. Vazhdimisht kupton thujse kupton çka sfidohen për mëkatimeve të ndryshme. Apo është mirë vazhdimisht besimtari me bën istighfar sa më shumë. Pse? Se kjo i fshin mëkatet, istighfari, edhe e dyta e sjell rrezikun dhe e shton rrezikun. Apo do rrezik. Bani istighfar sa më shumë. Apo do të më të fshin mëkatet, bani istighfar. Apo do të me pas rahati dhe qetësi, bani istighfar. Se shkaku i këtë problematika vjen mëkatimet të nderuar vëllezër. Wallahi mëkatimet. Kur erdhi një njeri te Hasan al-Basriu dhe e pyeti tha, u anku tha se çka nuk kam evlat. Tha thuaj astaghfirullah, bani istighfar Allahut azza wa jall. Jo istighfar prove, veç ta provoja edhe ta shoh apo istighfar për një kthim te Allahu xhalla xhelalu. Erdhi tjetri apo kupton, tha ankohet për lumejt ujë në është thallë, për o teje, të më thonë, çka? O paksu. Tha bëni istighfar, o ju popull, të ati vendi. Tjetri tha nuk kemi shi me muj, tha bëni istighfar. Nuk kemi bereqeti i arave tona, i mbjellëve tona, thuj se dhe më thonë, o djekë, tha bëni istighfar. Derisa talebët e ti thanë, çka puna? Vinë njerëz të ndryshme, me hallet ndryshme ti ja jep ilaçin e njëjtë. Tha se keni ndëgju fjalën e Allahu xhalla xhelalu në surën Nuh. Ku thot Allahu xhalla fi ula, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dhe thot Nuh alayhis salam ju thash, kërkoni Zotit tuaj falësh Allahut, ju fal se ai është Ghaffar, falës. Yursili as-samaa alaykum midrara. Allahu ju bie nga qielli çka? Shi. O yumdidukum bi amwal, pasojë pasuri. Bi amwal wa banin dhe evlat. Wa yaj'al lakum jannat, dhe ju bjen të mbjellura, kopshte, ara. Wa yaj'al lakum anhara, ju sjell ujin pasaj Allah subhanahu wa taala, lumejt. Jalla fi ula. Musibeti ma i madh i këtë njerëzve që i goditur janë mëkatimet e nderuar vëllezër. Wallahi selefi kanë thonë, një mëkat ndoshta e kum bën, jam privu nga namazi natës me muj. Për një mëkat. Një mëkat e kum bën, kupton, mu ka rebelue kush? Familja ime, gruaja ime s'm kanë dëgju. Një mëkat e kum bën, s'm kanë dëgju fëmia im. Një mëkat e kum bën, s'm kanë dëgju, s'm ka bën itat kush? Kafsha ime. Pra e kanë vrejt mëkatimin me një herë kupton, tek ato që e kanë pas në pranësi. Nëse të rebelizohen, dije se nuk i ki punë të mirë. Pendohu te Allahu xhalla fi ula. Sa ma shumë ti nështrosh Allahu xhalla xhelalu, aq ma shumë Allahu ti nështron ato që i ki e ti në pranësi, në përgjithësi. Wallahi Allahu të ban të madh në sytë e tyre. Të ban të madh në sytë e tyre, Allahu ti nështron. Pse sot njerëz tanë kohën kupton kanë dalë kupton prej itatit fëmijët itatit babës, gratë itatit burrave tyre. S'ka itat. Pse? Në hedima kupton. Pse s'ka itat? Subhanallah. Si kemi punë të thu me Allahun xhalla fi ula. Wallahi e vetëm ja adresë për mirësimit të këtu. Sa më shumë kur se çështën janë piramid. Sa më shumë na të afrohemi, kjo është familja, kjo jemi ne. Moja është Allahu xhalla fi ula, do të thotë kënaqësia Allahu xhalla xhelalu. Apo sa më shumë afër Allahut, aq më shumë janë afër çiftet mes vete. Sa më shumë afër Allahut, aq më shumë janë familja në nitat një tjetër dhe respekt. Sa më larg Allahut, këshire edhe këtu sa distanca sa largohet, edhe këtu largohen mes vete. Për ata drejsa e vetme për përmirësim, fillimisht përmirësimin e zemrës tonë dhe përmirësimin familjar dhe shoqëror, është afrimi te Allahu dhe kthimi te Allahu xhalla fi ula. Pastaj kanë thonë tjetër, ziyada yuqawi silatu billah, anwa'u dhikr. E thamë se është istighfari, tasbihi, me bon tasbih Allahun azza wa jall. Çfarë thonë me thonë subhanallah, tahlil, la ilaha illa Allah. Tamam? Yarfa'u ad-darajat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Di fjalë janë shumë të lehta për gjuhë. Janë të ronën e peshorën e ditës së Kiametit. Tamam, janë të dashura te Allahu xhalla fi ula. Ato janë subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi. Ha? Lejtë. Pejgamberi Allah të hadith sahih, po na tregon se këto janë shumë peshore, janë shumë të mëdha. Ato vallë sa herë thojmë na në ditë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Ha? Dhikrin Allah azza jalla ka rrit me vlerë edhe ka lehtësu si vepër. Pse? Kjo nga mëshira Allah vetëm e vetëm që ti të fitosh. Pra adhurimin çka peshon mas shumë t'jap kupton, e ka bu më të lehtë. Me kanë me gjymtyrën më të lehtë. Jo me dorë, mu qup, do të thonë me bon vepra me dorë. Apo me jo vetëm me gjuhë, i tunejt, kokër shpinës, je i lodh të raskapitur, je në udhtim, apo ti bën dhikr Allah subhanahu wa taala. Për ata kanë thonë selefi se nuk ka dhikr më të lehtë që Allah azza wa jalla ka bën dhe me shpërblim më të madh. Një dhe e dyta, dhe nuk ka ibadet që Allah azza wa jalla ka lënë pa kufi. Këto ibadetet tjera kanë kufi. Zban me tepru me namaz, zban me tepru me agjerim, sikur që kanë thonë ato tre sabitu në veç kam mu fal natën, që ti kam thonë veç kam me xhiru, s'kam me hungur asnjëherë. Që ti kam thonë s'kam mu martue asnjëherë. Kanë vërsëm ka thonë këto janë teprice. Kjo nuk është suneti im. Suneti im është unë e thot edhe ha, ka ditë që ha, ka ditë që agjeron. Tamam? Ka thonë unë edhe flej, edhe që unë falë në natë. Edhe ka thonë edhe unë martona. Edhe gjithë pejgamberët e Allahut janë martu. Edhe kanë pas thurrije. Kanë pas pasardhës. Kjo është suneti i Allahut xhalla fi ula. Xhalla xhelalu. E këto kanë kufi. Ndërsa dhikri i Allahut, Allahu ka thonë ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, përmendni Allahun azza wa jalla sa më shumë. Sa më shumë. Për ata selefat e pa në kupton se ky dhikr nuk ka kufi dhe ato pra deri në 10.000, 15.000 herë në ditë thoshin astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Derisa transmetohet atë shumë më gjuha e tyre u mësu dhe u kalit në dhikr ndaj Allahu xhalla xhelalu, kishin frikë se kur i hishin në për vende sikur banjo e të ngjashme që në s'duhet me përmend Allahun xhalla xhelalu, kishin frikë se përmend atë shumë që gjuha u kalit më. Edhe pa vetdinë e tyre. Subhanallah. Pastaj ka thonë as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam barakatun fi dunya wal akhirah. Dërgimi i salatit pejgamberit alayhi salam është bereqet në dunjë dhe në ahiret. Ha? Bereqet në dunjë dhe ahiret. Pa ata kanë thonë dietarët është një fikratun amalije, është një ide praktike. Çka thotë istakhdim ba'd at-tatbiqat al-jawal allati tudhakkiruka bi adhkar as-sabah wal masa wal nawm. Ha? Thotë zbritni disa aplikacione në telefonet e tuaj, çka janë sikur na i dim disa kupton, çka është dhikri mbrëmjes mëngjesi, dhikri para gjumit, kupton, lezimi disa pjesë të Kur'anit Kerimit, e kështu me radhë. Çka e shfrytëzoj. Edhe kjo na bën se çka thon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Pejgamberi Allahut të përmendte Allahun në çdo gjendje. Në çdo gjendje do të thotë edhe kur ka qenë shtrit, edhe kur ka qenë ul, kur ka qenë kom, kur ka qenë duke es, tamam? Bile edhe kur ka qenë gjunub, edhe gjunub përmendet emri i Allahut dhe përmendet Allahu xhalla xhelalu përveç lezimit Kur'anit Kerimit. Kurse përmendja e Allahut azza wa jall përmendet në gjitha gjendjet përveç në banjë. Tamam? E katërta elementi i katër që ka të ndihmon inshallah taala, vëlla i dashur, motër e nderuar, që të përmirësosh zemrën tënde është lezimi i Kur'anit Kerimit. Qira'atul Kur'an, an-nuru alladhi la yakhbu, është nur e cila nuk shkimet asnjëherë. Apo cilet janë apo dobit e lezimit Kur'anit është el-hidaye, se udhëzimi. Ha? Ngurosët udhëzimin e zemrën tënde sa më shumë. Yurshiduka ila as-sirat al-mustaqim. Kur'ani i Kerimi sidomos kur lezohet me meditim, me kuptim, ajo ti të uzon në ata në cila është më e fuqishme, Allah azza xhel vetë ka potencu. Pastaj e dyta është shërim. Lezimi i Kur'anit Kerimit vetë si është sevap, është udhëzim, është edhe shërim nga gjitha llojet e smujeve. Nga gjitha llojet e smujeve, Allah ka thonë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Na ju kena zbrit në Kur'anin Kerimit
çka janë, çka ka në te, thot shërim për besimtarët. Shërim për besimtarët. Atë që e potencuar edhe parësit. E ki fjalën e Allah xhallal xhelalu dhe ti ankohesh për shtrëngim të gjoksit. La hawla wala quwwata illa billah. Apo mërzi, apo preokupim, lexo fjalën e Allahut xhallal xhelalu ve xhallal shanuhu, do ta shifsh. Apo ndoshta për vezvese, apo ndoshta për mësysh e haset. Kur ti e ki ilaçin në dorë, o vllavi. E ki ankohesh për diçka, apo kupton çka siç na ka mësuar pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, e merr një gotë ujë edhe e knon surën Fatiha 7 herë. 7 herë. Hiç mos me knu qera, vetëm çeta. Edhe kul huwallahu edhe kul eundat nga 3 herë. Kur gjon tjetër mos me knu, vetë çeto të mjafton për rukje nga mësishi dhe hasedi. Nëse vazhdimisht e praktikon ti edhe për fëmijët e tua, kupton, për familjen tënde, inshallah do të jesh i shëruar, do të jesh në rregull, do të jesh i shëndosh. Se pejgamberi Allah ka thonë, surja Fatiha është rukje. Është rukje. Kush e lexon surën se Fatihaja të nderuar vëllezër e ka përfshin o thejbi këtë Kur'an i Kerimit. Kurse kanë thonë dietarët, ndërsa një ajet në surën Fatiha ka përfshin këtë surën Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Zot, ti të adhurojmë dhe në ti mbështetemi dhe nga ti kërkojmë ndihmë. Këtë esencë është adhurimi ndaj Allahut xhallal xhelalu. Këtë kjo thelbi kodi këtë fjalës Allah subhanahu wa taala. E ti kupton ti kur e lexon sidomos për një jetë rukje 7 herë bi idhnillah se tushfe. Ki mu shëruar me lejen e Allah subhanahu wa taala. Es-sakine, pastaj leximi Kuranit jep qetësi shpirtërore. Ata çka na vazhdimisht. Pse a thu qetësi shpirtërore? Vetëm vinja menën ti, merr Kuranin edhe hin në dhomë, apo në xhami, apo një meni qosh dikun, e lexo me qetësi. Ki me pas e ka me të mbulun çfarë qetësi. Ja thu vallë pse? Se kanë me zbrit me lajket me të ndëgju. Kur të lexosh Kur'anin e Kerim me lajket vrapojnë me ndëgju fjalën e Allahu xhallal xhelalu, atë shumë e dojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe nderojnë dhe respektojnë. E kur me lajket kanë me rrethu thot atë vend. A ka mundësi me mugjin shejtanati? S'ka mundësi. Atë vend që ka mbulojnë me lajket, ata e mbretëron atë vend qetësia. Qetësia. Dhe ti kime e vrejt dhe kime e pa kupton se kime ndinë për qetësia shpirtërore të hatashme. Kjo arrit jo minutin e parë, 5 minutin e parë, lexo Kur'anin e Kerim me qetësi. Jo me panik. Ti lezimin nxit tu zonë frima kupton, thotë se ka hin nujt ftoft apo kupton. Kur e marrin disa Kur'anin e Kerimin, çat shumë janë larg Kur'ani i Kerimit dhe leximit ti apo kupton saqë ju zgjidh frima në faqen e dytë. Pse? Bashku ta ndish që të plogështi gjatë leximit, dije se o të ndiku Kurani pasrimin e zemrës tënde. Dhe vazhdoje. Ki mu lodh, derisa ta pasron Kurani zemrën. Sikur dur kur ki gjyt apo, sidomos me pasit kerave, kupton, me navë gjekt. Ata duhet koxha mirë, duhet me farkua, kupton, për me hek. Apo, ajo gjatë farkimit i kemi një dhimt, e njëjtë është zemra. Derisa ta pastroj, Kurani i Kerimi fjalën e zemrën tonë, nderuar dhe pastaj, siç ka thonë Uthmani radhiyallahu anhu, ka thonë wallahi zemra besimtarit nuk nginjet nga fjala e Allahut xhallal fiula. Sa më shumë të lexosh, çaq më shumë ti vetëm tipet apetiti me lexu. Fjala e Allahut xhallal fiula. Es-sakine. Nasaih amaliye, disa këshilla thot praktike. Takhsis waqt yawmi walau 5 daqa'iq li tilawati al-Quran. Do të me veçue billes paku 15 minuta në ditë, banë rregull. Ku du zgjojnë ato 15 minuta? Ose në sabah, ose në drejk, ose mas drejk, ose ku të vish. Me rancion është 15 minuta mas pak të minimumi kushtoja Kurani i Kerimit. Mi lezu. Banë rregull jetësor, si kur kafën që gjithë ditë që qosh, atë vjen mërzimo? Ku qomin sabahana. Apo, mas namazit sabahit, menjme dhe dhikri që e bojmë, me njëherë bismillah, bile tash nuk folmi hiç, ja bëjmë kështu. Hajt. Po njëjtë bani edhe me Kur'anin e Kerimit. Thoj kështu, hajde bismillah. Një 15 minuta. Vetvetes pra thuj. Tamam? Bani rregull. Kjo është kafja e shpirtit. Ai kafën që e pim në ai kafja e barkit, e trupit është.
E jepja kafën e shpirtit. Ibn Taymi rahimahullahu ta'ala mas sabahi thot atë shumë bën të dhikër deri paradite. Deri sa nga njëherë thot deri afër drekës, nga njëherë kur ka pas kohë. Tamam? Kur ka shku në zonë si ti Ibn Qayyimi dhe ka thonë, çish ke mundësi thot a buton, ka çgat kohë me nejtë duke bë dhikër me një vend, thot kjo është ushqimi i shpirtit tim. Çka unë pa te thot nuk kam jetë në fakt. Unë jo që i lodhna. Unë në fakt pa ketë nejë e kështu në dhikën dhe Allah Gjelle Gjelalu, unë e smuj, në fakt, sigur peshku pa ujë. Si mund është mi thonë peshkët, qysh berë ty 24 orë nuja, as po lodhësha. Po e thot, kjo jetë a jeme, mëre. Kjo në fakt është ekzistenca jeme. Bane pra Kurani Kerimin, ekzistenca jona, o ndëruar. Që atë diçka ndësht atë kalon pa e lezue, një faqe, di faqe, 5 faqe, aputon, thuj, diçka jam mongu. Ha? Sikur që e kena bo namazin. Na. A muj me shkuj me ra me flet pa aljasin? S'ka shans. Besimtari, që ka i regullt me namaz, vallahi me konë se me konë i loth. Edhe nëse flerë në shtap buton, mazdarke. Pilotësis, kam ju kujtu andër mu qunë 12 natës jasin se më falë. S'ka shans. Nuk ka shans. Ka thonë, tadabbur wal fahm qira'atu at-tafasir al-mawthuqa. E dyta është disa këshilla që thamë, këshilla parë çka ke? Me përcaktu një 15 minuta me lezu bile Kurani Kerim. E dyta, në rrë vëllazër, është mirë disa sure, disa ajete me lezu me koment. Tash elhamdulillah Allah ka mundësue që të përkthejt edhe në gjuhën shqipe disa komentet Kurani Kerimit, këtë tefsiri i Saadit, Ibn Kathirit, edhe kështu me radhë. Bile edhe në aplikacione ja. Është mirë me lezu disa ajete me koment në mënyrë që të kuptojmë na surën Fatiha, ato surë që ka i dim, veçanti që ka i dim përmenç. Surën Fatiha, ajetet surët Gjuzit Amme për shembull, ajetin e për Kur'anin Kerim, ajetul Kursi, apo që ti dim na atu vallë çka na tu thon na. Jo të vënë kuptimin, po edhe tefsirin, shkurtimisht ta dim kuptimin, a kupton çka jemi duke thënë. El amelu bima fihi at-tatbiq al-amali lil-ayat. Edhe mundonu që ato ajete, çka t'ja u lexojmë kuptimin, mundomi ti praktikojmë. Apo? Mundomu që ti praktikojmë. Pse se o ajetit ku ti lexoj, që lexoj komentin, pra ato edhe të mundona mi praktikue. Të mundona unë mi praktiku se kjo është edhe këtë esenca e dijes. Që mos dal në ajetin tjetër, kjo është në fakt edhe sahabët nuk ditë që në ajetin tjetër pa e praktiku fjalën e Allah subhanahu wa taala. Ta'ammal, thot el-Qur'anu risale min Allah ilejk. Thot medito, thot edhe dije se Kurani Kerimi është një mesazh i Allahut tek ti. Çdo njeri që ka merr fjalën e Allahut xhelle xhelalu merre për vete ti. Allahu po më thot këtë sure mua kështu. Allahu në këtë ajet po më drejtohet mua, apo ku të mrish ajeti wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dhe thuaj besimtarëve të ulin shikimet, mos thuaj besimtarëve ju ka thonë Allah me ul shikimet. Po thuaj mua Allah më pas ka thonë me ul shikimin. Apo mua Allah xhelle xhelalu më ka thonë me ul shikimin. Se ti e prej besimtarëve. E ai cili e lexon, atij Allah ti thon. Pra nëse lexojmë të gjithë, pra të gjithë do të na thonë Allah subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nasiha ose këshilla e 5, elementi i 5 për pastrimin e zemrës është es-suhbatu saliha. Kjo është shumë e rëndësishme. Është shoqëria e mirë. Ha? Shoqëria e mirë. Mu'in ala at-tariq. Ndihmuesit për në rrugën e Allahut xhelle xhelal. Wallahi besimtari mos me pas vllazillëk, mos me pas vllazni imanor, vllazni musliman në xhamin që edhe kjo në fakt është edhe ajo dobia dhe qëllimi që Allah azza wa jall dhe me thonë e ka legjisu që namazet të falen me xhamat në xhami bashkë për këtë. Ha? Që besimtarët lidhen me zveti dhe të ndihmohen në rrugën e Allahu xhelle fiula. Se vetmia njërin e mund, vezveset e shejtanit, punët e dunjos, daljet, problemet e kështu me radhë. Mirë për çka? Namazi jap kuton të banë, sidomos në xhami, të banë që ti të shkepësh nga njëherë nga problematikat e dunjos. Çka të ngorosin zemrën, të ngarkojë shpirtin, edhe të vish aty drejt Allah subhanahu wa taala. E ku të vish këtu edhe adhuron Allahun xhelle xhelalu, edhe takosh me vëllezërit dhe dashurit e tu. Dikush ta thot ndoshta një fjalë, një këshill, apo kërkon një këshill, apo një nevojë, një dobi nga dobitë e dunjos dhe punët e dunjos dhe ahiretit, mundesh me gjetë të vëllezërit. Tamam? Edhe çka të lehtësohet, edhe dunjoja
edhe të ndihmohet për me arrit kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala. Ehmijetuha, cila është ta kupton rëndësia e shoqërisë së mirë, kanë thonë at-tawasi bil haqq, këshillimi për të mirë. Yushajji'unaka 'ala at-ta'a, pra të ndihmon dhe të nxit për me bëu vepra të mira. Tamam? Sikur që e tha. E dita është himayatu min al-fitan, është mbrojtje sidomos nga fitnët e iyadhan billah. Yub'idunaka 'an mawatin ash-shubuhat, shoqëria e mirë të largon nga vendet e dyshimta, nga vendet e epsheve. Njeriu nga njëherë kur është vetë apo ku jeton vetë i vetmuar, do me thonë subhanallahu është rrezik. Tamam? Mirë, po kur jeton me vëllezërit, a ke pa kur është njëri vetë, do me thonë ka mundësi që njeriu u kupton në fjala çka? Me miroj moni pak ka kupton. Edhe me lëshu shikimin ndoshta. Apo ndoshta apo të mos me pas kujdes, me punë ish kujdes shumë rrot. Mirë, po kur është me vëllezërit, gjithherë vllai në ndihmon. Tash është koha namazit. Edhe pse ti ndoshta nuk e ke pasur se e fali më vonë. Vllai jota ka ndihmuar shkoj me fal mirë namaz. Dhe ka pas kësi raste plot. Ziyadatul iman, është shtimi i imanit, çtohet imani sepse ti vazhdimisht folet, edhe është mirë vazhdimisht që vëllazillahu të jetë nderuar vëllezër të folet më shumë për ahiret, të folet për din, jo për çështjet e dunjos. Mos bëmi vëllezër shok, dhe me thonë veç për devrime, ka momente, ka kohëna, tamam, ku njeriu ka njerëz edhe sahabët vetë kanë qenë, dhe me thonë që nga një herë kanë buhajgare, kanë përkujtu bile, transmetohet që kanë përkujtuar gjërat xahiljetit, jo të dyta, po sejnë të xahiljetit, dhe me thonë hajgare për me qesh për një moment. Mirë, por nuk e kanë vazhduar qeshurat me orë të tëra. Tamam? Po lejo që besimtari nga një herë përkujton diçka, ndonjë humor, ndonjë bashkë, që të keshët dhe të zbavitmi, mirë, po prapë se prapë besimtari do të më u kthie asaj e cila i ban dobi. Përkujtohemi dhe të këshillohemi njëri tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë el mar'u ala dini khalili, njeriu qëndron në fenë e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil, dhe le të shikon çdo njeri nga ju se kanë e shoqëron. Pse? Se siç e thekëm edhe në hutbe, a kupton se shoku i jot në dunjë, ai do të jetë shoqëruesi i jot edhe në ahiret, Zoti na ruaj. Çfarë shoku na duhet me zgjedh? El-iltizamu bid-din, yudhhiru fi sulukihim wa af'alihim. Ai i cili është i përkushtuar me fenë Allah subhanahu wa taala. Edhe fetarizmi i tij, pra ai shfaqet ku në veprat e tij, edhe në akhlaqin e tij. Zakonisht njeriu kupton e shef se sa i përkushtuar është në akhlaq, ku ka punë me njerëz, apo Allah zhveresh me njerëz, i del pa akhlaq. Sa është i sjellshëm, sa i përmbajshëm, sa saborli, sa është edukativ. Dhe të njëjtën kohë sa është adhurues. Sa është adhurues, sa i ruan kufit e Allah xhalla fi ula. E treta është akhlaqu, e dyta është akhlaqul hasana, akhlaqi pra i mirë. At-tawazun bayna ad-dunya wal akhirah. Ai shok i cili thot kanë paralelizmin e dunjos e ahiretit. As nuk është shumë i dhënt, apo kupton me lënë obligimet e dunjos, po as nuk mirët shumë me dunjon me lënë të obligimet e ahiretit. Po mundohet apo kupton, siç kanë thonë pleqtë tonë, me një në dorë ahiretin, me një në dorë dunjon, se këtu kemi obligimin edhe përgjegjësi, dhe patjetër duhet që t'i kryjmë dhe t'jetojmë në këtë dunjon. E tretë, e katërta, sifati katër është i'tidal menhaju rabbani. Ai i cili posedon thot një menhej mesatar. As shumë ekstrem, as shumë për tokë. Qëse ka dirë për kufit e Allah subhanahu wa taala. Po e ka një menhej mesatar, çka do të thonë adhurojnë Allahun ashtu siç jemi urdhëruar. Allah azza wa jalla tha në Kur'anin e Kerim: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata." Po shkak se edhe ummet mesatar ju kena bë. Edhe pejgamberi sa ka thonë veprat më të mira janë ato të cilat janë mesatare te Allah subhanahu wa taala. Tatbiqat amaliye, cilat janë disa veprime apo kupton praktike tanzimul waqt bain al-amal wal-ibada wal-usra. Si a thuna me sistemin kohën, duhet besimtari që me bën një çfarë sistemi mes punëve, dunjos, ibadetit ndaj Allahut dhe obligimeve familjare. Tamam? Nuk duhet të më thonë që ibadetet ndoshta me t'ilon tije, me t'ilon anash tije, obligimet që ke pësën se ajme përgjithsi. Tamam? Apo punë e dunjos tije me ta avonue punë të ahiretit, punë të obligimet e Allah subhanahu wa taala.
Pra duhet me bo një lloj sistemi besimtari mes punëve, obligimeve të Allah, të adhurimeve dhe familjes. E dyta ka thonë qanaa wa rida, me kun i kënaqur me atë çka e posedon. Turihu qalb wa tughnihi. Kjo thotë e qetëson shpirtin, bile edhe e pasuron. Kur njëri është i kënaqur me atë çka Allahu xhallahu ka thënë. Dhe vallahi nuk ka lumturi më të madhe për shpirtin se sa, dhe me thonë se sa ti që është i kënaqur që ashtu siç ja Allah të ka dhënë, elhamdulillah. Elhamdulillah. Edhe kjo në fakt e shton edhe dashurinë, edhe eliminon hasedin edhe lakmin dhe njëri tjetrit që jedhën billah. Si cili të Allah, si që thamë edhe një ditë, Allah zgjeli ka dhënë, nuk janë të njëjtë njerëzit. I ka dhënë diçka, i ka marrë diçka, ti të ka dhënë diçka, të ka marrë diçka. Dunjoja nuk është e plot. Dunjoja nuk është e plot. At-takhtit lil-mustaqbal. Edhe me bon plane për të ardhmen, besimtari duhet me logjikua për të ardhmen. Ardhmja është dillosh. Ardhmja për ahiretin e tij dhe ardhmja për dunjon e tij. Mirë po, ardhmja bima la yutgha ala al-hadir. Mirë po, të mendosh dhe të planifikosh për të ardhmen në atë mas sa që nuk ta dëmton ti të tashmen. Apo, çfarë do të thonë kjo nuk ta dëmton tashmen? Pra nuk le ti pa e dhënë zeqatin se unë jam të mbledh pare për të ardhmen. Pa e kri obligimin e haxhit se unë jam të mbledh pare për të ardhmen. Apo, unë vëllas unë po shkoj më fal një herë se jam të punu për të ardhmen. Jedhen billah. Nuk muj me bon zjaret babën dhe vllaun dhe atë minxhen e atë tjetrin, si unë vëlla s'kam vakt, unë kam punë. Se unë kam plane, vizione për të ardhmen. Jedhen billah. Pra ti të nderuar i vëlla, ban ti plane për të ardhmen paralel me të tashmen, duke i kri obligimet, për shkak se ardhmja vetëm lloj plani, ndërsa nuk ki siguri se mund shme arrit. Nuk ki siguri me arrit. Që besimtari do të me bon një çfarë? Paralelizmi. Lejse ti dunja me dhmume li dhetiha, për shkak se dunjoja nderuar nuk është nënçmume si dunjo. Adi kur dunjoja bje dhe nënçmohet, është nënçmuar. Kur bilikauniha tunsa al-akhirah, kur janë nisht në këmbim dunjos e haron ahiretin. Çfarë dunjoja? Pse? Se dunjoja në fakt, dunjoja është e çmuar për atë i cili e blen ahiretin me dunjo. Apo? Dunjoja është sikur ara. Në atë ara si arë vetveti ju kupton, ajo është dhe. Mirë po, ata çka ti e sinon me mbjell dhe do ta korrësh nesër, ajo e ban të vleshme atë. Përderisa ti na përmes veprave në dunjo dhe mundësisë në dunjo që tipët e fiton kënaqësinë e Allah dhe përhershmërinë e dunjo e ahiretit, dhe me thonë fjala ti e ke shfrytzu dunjon. E ke shfrytzu vlerën e saj, si vlerë. Ndërsa nëse jedhen billah e shet dunjon për ahiretin, dunjoja vetë-vetiu, dhe me thonë fjala të qonë në xhehenem e jedhen billah. Çka ka thonë Hasan al-Basriu? Lejset zuhdu fi dunja bi tahrimi l-halal. Nuk është asketizmi në dunjo, thot që ta lishti halalin. Apo, halal është me pasti. Halal është ti, dhe me thonë qka? Mu duk bukur. Halal është me kon i bustjeshur. Halal është me hongër. Halalin që ka Allah të ka leju. Pra nuk është asketizm ti me hek dorë nga halali. Apo? Wala bil ida'ati al-mal. As nuk ka asketizm ti, dhe me thonë me mos me fitu pasurin edhe mos me adit kimetin pasuris. Walakin an takuna bima fi yadillah aw thaq mink. Bima fi yadik. Tamam, mirë po thot, asketizm është që ti ta vlerësosh atë çka është në dorën e Allahut, është më e vlerëshme se atë cila është në dorën tënde. Atë cila është në dorën e Allahut xhela xhelalu është më e vlerëshme se atë e cila është në dorën tënde. Disa, edhe inshallah e mbyllim për shkak se edhe e kina zgat, disa frytet e kujna të asketizmit. Asketizmi jep një qetësi shpirtërore dashur vëllezër. Pse? Se të largon nga prongat e materializmit. Ta jep qetësinë edhe lumturinë, saadatu al-haqiqi, ta jep një lumturi për nime, birrida wal qanaa, duke qenë i kënaqur me çka Allah ta ka dhënë, edhe të jep mundësi wal amalu lil-akhirah, edhe të jep mundësi që të veprosh me veprat e ahiretit, që ta fitosh kënaqësinë edhe të jesh i gatshëm me taku Allahun xhalla fi ula, të nderuar vëllezër, lutim Allahun xhalla fi ula, që inshallah Allahu xhalla xhelalu të na mëson që të pastrojmë zemrat e tona
në mënyrë që të shkojmë te Allahu me zemër të pastër, me zemër të shëndosh. Se ky na bën dobi neve në dunjë dhe na bën në ahiret. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Allah shpërblet për ndëgjimin. Allah ju nderoft në takoft inshallah në dunjë dhe në ahiret.